Islami është mënyrë e disiplinuar jetese, një sistem i bukur i cili përfshin ligje dhe kufi, pa e lënë anash esencën e anës shpirtërore. Përmes tij organizojmë jetën duke kushtuar vëmendje të veçantë kohërave dhe vendeve të caktuara. Namazi ka të bëjë me disiplinën. Si çdo afat kohor, edhe koha e namazit duhet respektuar. Dhe të falësh namazin qëllimisht jashtë kohe është si të mos e falësh fare. Kur bëhet thirrja për namaz, brenda disa sekondave miliona njerëz i formojnë rreshtat në mënyrë natyrale dhe të mrekullueshme. Namazi e ka përparësinë para gjithë punëve të kësaj bote. Imami duhet pasohet gjatë namazit pasi pejgamberi paqja qoftë për të ka thënë që të mos e kundërshtojmë. Çfarëdo që ai bën, ashtu veprojnë edhe të tjerët. Allahu shikon vetëm rreshtat e drejtë dhe përmes rreshtimit të njerëzve shpresohet të rreshtojnë edhe zemrat e tyre. Të mos flasim për Ramazanin, i cili përfaqëson nivelin më të lartë të disiplinës trupore, shpirtërore dhe emocionale. Sado i uritur të jesh, duhet vetë përmbahesh edhe të frenosh veten, ndërsa ora bëhet një simbol i shndritshëm në të cilën shkruan mos ha. Tërdita është e rregulluar në përputhje me kohët e namazit, ndërsa gjatë Ramazanit e din saktësisht se kur janë sabahu dhe akshami. Ajo që është edhe më madhështore është se shumë njerëz zgjedhin të agjërojnë edhe jashtë Ramazanit kur agjërimi nuk është i obliguar. Mendojeni zakatin si një taksë të caktuar nga Zoti, përveç se përmes kësaj takse, parat tuaj shkojnë vetëm për të varfrit. Llogaritjet, ligjet edhe kushtet për zakatin janë shumë të përpikta. Haxhi është manifestimi më i madh i disiplinës në botë. Mbledhja e miliona njerëzve kaq afër të cilët vishen, lëvizin dhe bëjnë adhurimin në mënyrë të mahnitshme, është dëshmi e fuqisë së thirrjes së Allahut. Pejgamberi ynë paqja qoftë për të, ishte i vendosur t'i mësonte njerëzit të jenë të disiplinuar, të respektojnë ligjin edhe sistemin në çështje fetare edhe në çështjen e kësaj bote po ashtu. Ai na porositi që kur dy persona të udhtojnë, njëri prej tyre të caktohet si lider. Gjithashtu porositi që të respektohen traditat të cilat nuk bien në kundërshtim me Islamin. Shpeshherë ne shpërfillim rregullat dhe disiplinën duke menduar se ligjet bëjnë përjashtim për ne, dhe kur ne i thyem rregullat, të gjithë veprojnë ashtu. Përse i përmenda gjithë këto, Ramazanin e kaluar isha duke vozitur veturën në një ditë jo fort të ngërkuar. Ndalesha në çdo shenjë të ndalesës, edhe pse shpesh më dukej pa kuptim. Isha lodhur nga gjithë ato shenja ndalesash dhe semafor të kuq. Fundi i fundit, nuk kishte policë. Pikërisht duke menduar këtë e godita një njeri që ishte duke kaluar rrugën. Madje nuk e vërejta atë deri në momentin e goditjes. Bëra panik. Të rrahurat e zemrës po më shtoheshin me shpejtësi. Dola shpejt nga makina për të parë se çfarë kishte ndodhur me të. Menjëherë i kërkova falje dhe i thash se do t'i kërkoja ndihmë. Sapo desha të telefonoj ndihmën e shpejt. Ai nguli këmbë që të mos bëja sepse ishte faji i tij që kaloi rrugën pa shikuar në të dyja drejtimet, dhe po ashtu nuk kishte shenjë ndalese apo vend kalim këmbësorësh që të kalonte. Sa se ishte mirë dhe se nuk kishte nevojë që dikush të futej në telash. Mirë po, unë duhet të jepja përgjegjësi. Kështu që thira policinë edhe mora mbi vete përgjegjësinë e plotë. Kur mendoj atë që ndodhi atë ditë, nuk pendohem që dënova veten edhe pse gjoba ishte mjaft e lartë. Pendohem vetëm për pakujdesinë time. Mund të mendoni se shenja e ndalesës apo drita e kuqe e semaforit janë të pakuptimta, apo se ti për dallim nga të tjerët e ke veturën nën kontroll të plot, madje edhe kur shkruan mesazhe duke vozitur. Mirë po, të gjithë këto gjëra janë përcaktuar për mbrojtjen edhe sigurinë e njerëzve. E po ashtu, kjo është edhe pjesë e besimit. O i dërguari i Allahut, na mësove të jemi të durueshëm, të respektojmë edhe të jemi të disiplinuar. Të mos sillemi në mënyrë që të mund të jetë e dëmshme për ne apo për njerëzit rreth nesh. Askush nuk u ndjej i rrezikuar në praninë tënde dhe asgjë e mirë nuk është përfill nga thirrja jote.